Në shkollën e Buricës, në ditën e mësuesit 7 marsin. Në këtë datë ne shënojmë historinë e rrugës së shkronjave, e po ato shkronja kanë shënuar tregimet për Kosovën. Me ato shkronja ne flasim me njëri tjetrin, ne shkruajmë për dashurinë ndaj mësuesve dhe falenderimin ndaj prindërve. Në qiellin e lirisë, ëndrat s'kan kufi, arritjet i kemi të arta, yjet flasin shqip. Bota s'ka qenë kur më afër, në dorën e çdo fëmije. Sytë që shkëlqejnë tregojnë për fëmijërinë e lumtur. Ne jemi pjesë e përpjekjeve globale për zhvillim të qëndrueshëm. Një gjenerat e re po vjen, e ardhmja u takon atyre, e lavdia brezave. Inteligjenca artificiale na flet shqip, ne i flasim botës me suksese.